Sot neve kemi dy tema kryesore. Tema parë është Covidi. E keni dëgjuar Covidin se qa bëhet me Covidin e gjitha me radhë. Por keni dëgjuar edhe që kemi shkencëtarë që kanë ardhur edhe te Tru Podcasti, keni parë edhe nëpër televizione ku kanë folur shkencërisht se çfarë përmban mRNA-ja e Covidit etj. Përpos gjithë këtyre, përpos gjithë anatemimit që është bërë Edvin Priftit ndër vite, që nga 2020 kur doli Covidi dhe deri në 2025 ka përndjekje ekonomike, psikologjike, familjare, gjitha me radhë, por tani më ka kaluar në një stad tjetër. Janë disa njerëz cilët kanë lidhje me shkencën sa çka kali me astrofizikën dhe hedhin, sprucojnë helmin e tyre edhe tek Edvini, duke i thënë që në kohën e Covidit ky ka hapur false information. Janë disa portale, cilët unë do t'ja lë doktorit që t'i shpjegojë me detaje, por juve duhet ta shikoni dhe na ndiqni për të marrë vesh disa të vërteta cilët fshihen poshtë rreshtave. Doktor, faleminderit, mirë se erdhe. Mirë se erdhe në shtëpinë tënde, se Tru Podcasti shtëpi e gjithë njerëzve të ndritur edhe shpirt mëdhenj edhe që kanë tru, që din ta përdorin trurin, se tru kanë gjithë edhe dinozaurët, por kur nuk e përdorin trurin e tyre përpose të hanin njëri tjetrin ose të hanin bim, të ndarë në karnivor edhe në herbivor. Por më ka bërë përshtypje avokat një status shumë i gjatë, cilin unë e kam shpërndarë dhe në platformat e mia sociale, ku disa portale, nuk e di, janë portale fake, janë portale që kanë një pronar apo një lloj shoqate apo një lloj shoqërie, të cilat u qëndrojnë nga pas, por ditë thëmë që lajtmotivi i mesazheve tyre dhe i lajmeve tyre ishte fakti se Edvin Prifti, mjeku Edvin Prifti, kardiokirurgu Edvin Prifti, pas kërkish hapur si pas tyre, false information, informacione të pa verifikuara, të pa sakta, jo të vërteta, mbi Covid-19. Është e gjitha fjala juaj tani, doktor? Po, do më thënë, më lejo të them që fjala që është përdorur nga këto portale janë dy në të vërtet. Njëri prej tyre që quhet Fakto Epikal, që për hir të vërtetës nuk e di çfarë përfaqëson, nuk e di ku financohet, nuk di absolutisht asgjë deri ditën e djeshme në darkë, në orën 1 të natës, kur unë mbasi kisha mbaruar punën në spital, u ktheva në shtëpi dhe u vura në dieni të një publikimi, artikulli të këtij portali që çuditërisht ky portal shkruan sa herë unë publikoj në informacion për qytetarët në Facebook dhe di u interesova se kush janë realisht këta njerëz, të cilët kanë disa mbiemra të lidhur me nomenklaturën e vjetër, për mos i përmendur, por të gjitha emrat në screening që bëra janë të lidhur me nomenklaturën, me familje të caktuara të parë në vjetës, nuk dua t'i paragjykoj, por më habit në radhë të parë fakti që në vend që të marrin iniciativën dhe të bëjnë, si thua, të informojnë publikun në mënyrë të pambarur, autonome, këta zgjohen si ajo këpushka nga shiu, sa herë unë publikoj diçka, që publikimet e mia janë thellësisht të pafajshme, në kuptimin të pafajshme, i referohem në informacioneve që unë marr në kohë rekord dhe përpiqem t'ju jap një mendim ndryshe opinionit të atyre njerëzve që më ndjekin. Unë nuk jam interesuar për opinionin publik, por për ata njerëz të cilët kanë interes ose si thuash ndajnë të njëjtin këndvështrim me mua në disa tematika. Kjo nuk është pozitive. Një portal i shërben informacionit publikut dhe kur një portal kthehet në një gjuhëti shtrigash ndaj një individi apo disa individëve, atëherë ky portal ka probleme shumë të rënda me thellësinë e vërtetësisë së tij, se tek e fundit është një media. Po. Është dhe nga media e pavarur, e cila duhet të informojë qytetarët e vet apo ndjekësit e vet, ajo kthehet në një armë
për të luftuar mendimet e dikujt. Kjo është pjesë e asaj që është demagogjia moderne, e cila po aplikohet gjerësisht në vendet e Evropës perëndimore dhe në Shtetet Bashkuar nga disa media të cilat janë të lidhura me influenca apo me pronar të caktuar, të cilët duan të çojnë një opinion në mënyrë vertikale në publikun e vendeve ose në publikun që i ndjek këto media. Ky është elementi i parë, objekcioni i parë që ky portal ka këto probleme. Dhe i dyti është që duke ju referuar këtyre publikimeve të mia në Facebookun tim personal, s'ka, domethënë unë as po shkruaj në emër të një institucioni, është një Facebook personal, individual. Kopshti virtual, personal. Po, dhe në fund përdorin një frazë shumë të shëmtuar, shumë problematike, për cilën jam thellësisht i fyer, i ofenduar dhe kam reaguar ashpërsisht, sepse ashtu e ndjeva dhe ashtu është në të vërtetë, ku mbasi flasin mbi këto publikime të mia duke thënë të pavërteta pastaj komentet e tyre, në fund e përfundojnë fjalën sepse Edvin Prifti ka bërë edhe më parë keq informime mbi Covidin. Kjo është domethënë një, për të mos i thënë shprehjes thagm, është një absurditet që përdoret kur unë e para them vetëm të vërtetën dhe e paguaj të vërtetën që them. E dyta i kam renditur të gjithë elementët se ku është keq informimi, ku çdo gjë, çdo element që unë kam përmendur në lidhje me Covidin, që në shkurt të 2020-s, kur jam prononcuar për herë të parë, dhe u prononcova sepse kisha informacion për këtë gjë, çdo gjë që kam thënë është tashmë e realizuar, përveç disa gjërave që sigurisht dhe ato unë mendoj që do konfirmohen shumë shpejt, duke filluar që nga fakti që isha i pari që thash se si duhet reaguar në Covidit, dhe realisht u reagua pak a shumë me të njëjtin modalitet në përbot, por edhe disi këtu në Shqipëri, kur isha i pari që thash që ky është një virus i prodhuar në laborator, në shkurtët, mbaj mend në një emision të gjatë tek emisioni Opinion me zotin Blendi Fevziu në mars të vitit 2020, dhe në dhjetor të vitit 2024 tashmë po të hapni faqen zyrtare të Shtëpisë Bardh, është e konfirmuar që në dhjetor të vitit 2024 që ky është një prodhim laboratorik i cili ka dalë në mënyrë aksidentale, jo të qëllimshme, por në mënyrë aksidentale nga laboratorët e Wuhanit, të cilët ndokushi mundohet t'i referoj si laboratore të qeverisë kineze, në të vërtetë nuk është kështu. Laboratorët e Wuhanit ishin laboratore dualiste, të cilat menaxhoheshin nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe nga segmente të caktuar të qeverisë kineze. Ashtu sikur se thash, simptomat e humbjes në atjes, e humbjes shijes, kur në Shqipëri nuk i mendonin këto gjëra, në thënë, s'ka problem. Në Shqipëri nuk i mendonin këto gjëra, dhe ashtu doli. Sot e kësaj dite kemi njerëz që edhe 4 vite mbas kalimit të Covidit nuk është kthyer shija në matë. Dhe ashtu sikur se thash, në dhjetor të vitit 2020, 2 muaj përpara se sa të arrestohesha, që vaksinat të cilat sugjerohen për trajtimin e Covidit janë terapi gjenetike, vaksina gjenetike. Këtë gjë nuk e thash unë, por bile kam mbaj mend që kam postuar faqen zyrtare të FDA, Federal Drug Administration, në Amerikë, të cilat i cilësonin vaksinat gjenetike dhe mbas një jave, mbas licencimit të tyre, ndryshuan termin dhe përdorën vetëm termin vaksina. Pse e përdorën? E përdorën sepse vaksinat e tjera që përdoren për fëmijët edhe për të rriturit janë vaksina që kanë shpëtuar miliarda njerëz në përbot, në gjithë historinë e tyre. Dhe unë jam pro këtyre vaksinave, padyshim. Je pro vaksinimit,
Je pro vaksinimit që ta kuptojnë gjithë, por nuk je Padyshim. pro vaksinimit Por- gjenetik. Unë jam thellësisht kundër përdorimit të vaksinave gjenetike. Pa u testuar ato. Ato duhen testohen, ato mund të jenë shumë të mira, por ato duhen testuar fillimisht përpara aplikimit. Dhe gjithë procesi që u ndërmor ishte një proces i cili anashkalonte legjislacion e Komunitetit Evropian, ato të Shtetet e Bashkuara, sikurse po ankohen edhe sot institucionet përkatëse dhe përdorën këtë term pikërisht vaksina që të ishte më i absorbueshëm për njerëzimin. Njerëzit që kishin parë prindit e tyre, veten e tyre, fëmijët e tyre, brez mbas brezi që ishte eliminuar poliomieliti apo sëmundje të tjera nëpërmjet vaksinimit të popullatës, sigurisht që vaksina ishte një gjë pozitive dhe u keq përdor ky element, ky term edhe për rastin e Covidit. Dhe sigurisht unë në vitin 2020 nuk isha se si ta dija detajet e këtyre gjërave, e procedimit, e tipologjisë. Sigurisht kisha mund të jem mbase i vetmi shqiptar që është marrë me këtë terapi gjenetike, jo me viruse me mRNA, por ato me ADN, siç është për shembull AstraZeneca, Johnson & Johnson apo Sputnik, dhe isha thellësisht i bindur që duhej marrë me një rezervë, pasi në momentin kur ti aplikon një terapi gjenetike jo mbi të smurët, por mbi të shëndoshët, efektet mund të jenë të paparashikuara. Dhe në vijim të kësaj, unë sigurisht marr informacion nga 360 gradë, sigurisht ka studime, nga ndonjëherë edhe me autor serioz, Po. Të cilët tregojnë efikasitetin e këtyre vaksinave dhe padëmshmërinë e tyre, por ama ka dhe zëra të tjerë të cilët thonë diametralisht të kundërtën. Dhe sigurisht në këtë botë që mbi këtë argument ka një censurë absolute, kjo censurë vjet re që nga për shembull në shtete si Franca, ku nuk lejohet deklarimi të dhënave mbi periudhën post-Covid, po ashtu edhe në Angli, tani e rishtazi. Ashtu sikurse mënyra si u procedua, ashtu sikurse disa prej këtyre vaksinave u tërhoqën nga tregu. Mos harrojmë që Johnson & Johnson ishte vaksina e parë gjenetike që u tërhoqë nga tregu për dëmet e saj. E dyta ishte AstraZeneca, ju kujtohet besoj. Dhe në AstraZeneca, në lidhje me AstraZeneca u krijua një proces në Britaninë e Madhe, ku pala paditëse kishte vërtetuar që 14.000 njerëz kishin humbur jetën për shkak të kësaj vaksine, mund të ishin edhe më shumë, por 14.000 ishin të identifikuar dhe 14.000 morën dëm shpërblimin financiar familjet e tyre për shkak të kësaj vaksine dhe në rrjedhoi vaksina AstraZeneca u tërhoq nga tregu. O doktor, ashtu si kam vetëm një pyetje që të ndihmojnë logjikën në argumentim. Për çfarë po i streson ti kaq shumë këta lloj njerëzish? Këta lloj njerëzish, pra një lloj tip, më thon, lufta jote është e tmerrshme i dashur, sepse lufta jote është kundër një sistemi dhe sistemi mban shumë armiq brenda, janë të gjithë lidhur, janë të gjithë llojet e pushteteve, si ai politik, si ai mafiazhit, si ai mediatik, si ai oligarkëve. Domethënë ti je futur në mes të një konglomerati influencash botrore, kush e di sa miliarda dollar mund të kesh prishur ti punë atyre me deklaratat apo me shkencitetin që ti ke vërtetuar ose e ke përhapur tek neve të njerëzit që nuk marrin vesh nga shkenca. Pra, ç'a qëllimi kanë tani me ty? Sepse për të burgosur të burgosën. Për të kërcënuar të kanë kërcënuar. Më burgosin prap. Nuk është se është e përjashtuar kjo. Unë mendoj kështu. Unë mendoj kështu. Nuk është se jam një njeri perfekt, as nuk pretendoj të jemi tillë. Por unë ndjek disa parime në jetën time.
Dhe në një moment që ne i themi vetes mjek, neve do luftojmë për jetën kundër vdekjes. Po. Në ndryshim nga mbaj mend një gjykatëse, e njohura ime dhe më tha, doktor, tha, ne të dy luftojmë për jetën. Edhe i thash, ka një ndryshim midis nesh, thash. Sigurisht që luftoni për jetën, por ne luftojmë me vdekjen. Dhe kjo luftë është e përditshme. Dhe parimi im, unë nuk mund të lejoj, parimisht, unë s'kam një fuqi, unë jam një individ. Jam një zë i thjesht, kush më dëgjon, më dëgjoj, kush mos më dëgjoj, nuk detyroj kërkon, s'kam asnjë lloj pushteti, s'kam padur asnjëherë asnjë lloj pushteti, as nuk e preferoj pushtetin, as nuk jam njeri politik, as nuk dua të merrem me politik, por ama janë disa parime. Në qoftë se dikush lufton kundër jetës, ai është armik i jetës. Automatikisht është dhe armiku im, sado i fuqishëm të jetë ai. Unë mos kem fuqi dhe mund ta humb një luftë të tillë, por njeriu edhe kur humbet me duhet të duke patur një gjegjen e vetë të qetë, nuk është. Kështu që ky është parimi im në këtë prizmë. Unë mendoj që unë nuk i kam shpallur luftë kërkujt. Unë thjesht kam shprehur informacione të sakta, asnjëherë keq informime, jo vetëm për Covidin, por për çdo gjë tjetër. Për çdo gjë tjetër. Dhe nuk mund të lejoj që dikushi apo disa, pavarësisht çfarë profesioni, çfarë janë, çfarë niveli intelektual kanë, sa profesionalisht mund të përballen me mua, çfarë përardhjesh kanë, etj, të guxojnë, të përmendin emrin tim me insinuata apo me mashtrime. Në rast se unë bëj një gabim, kanë gjithë të drejtat që gabimet e mia t'i reflektojnë në mënyrë qytetare dhe unë jam nga ata që kur bëj një gabim, ditë them dhe më fal. Por që ti dikushi të guxoj edhe të thotë që unë keq informoj kur unë nuk bëj asgjë tjetër, veç se jap informacione, për shembull, informacionet e ditëve të fundit nuk kanë qenë gjë tjetër veç se studime të grupeve të shkencëtarëve të ndryshëm të cilët kanë publikuar në revista. Këta shkencëtarë janë që nga Izraeli, nga Franca, nga Shtetet Bashkuara, nga Korea e Jugut, nga Italia, të cilët kanë një emër mbi emër, kanë një institucion, se kur bëhet një studimi bëhet brenda një institucion, po, shkencor. Kështu që çfarë keq informimi mund të jetë këtu? Në qoftë se ti mendon se konkluzioni që kanë nxjerr disa studiues, disa shkencëtar, ti nuk je dakord, është e drejta jote legjitime. Atëherë mund t'i shkruash revistës, mund t'i shkruash edhe institucionin, mund t'i shkruash dhe personave vetë që, por e juve, ne s'jemi dakord me këtë, se ne kemi disa dhëna tjera, atëherë si e mendoni këtë gjë. Ka që thjesht është. Doktor. Fakti që vektorët goditës drejtohen drejt meje, me mashtrime, me insinuata, me keqdashje, tregon që mbase nga ndonjëherë ai interlokutori është aq i besueshëm dhe ka thënë gjithmonë të vërtetën, sa bëhet i rrezikshëm për ata që mbrojnë të pavërtetën. Dhe duke u bërë i rrezikshëm për të mbrojtur pavërtetën, ju e thatë shumë mirë, kjo është një luftë që ka nisur 5 vjet e gjysmë më përpara, vazhdon sot e kësaj dite, e cila është një luftë poliedrike, polikëndore, e cila bëhet në gjitha format. Dhe forma më efikase në të tilla raste është kur ti e bën pis dikë. Dhe nëse e shikon, gjithë historia ime këto 5 vjet është vetëm duke bërë pis. Po. Duke më thënë njëherë ai dut, njëherë i korruptuar, njëherë njëri që keq informon, njëherë mashtrues, njëherë, më kupton? Të gjithë këto janë element të së njëjtës garnitur. Të së njëjtës garnitur. Prit edhe kur të thonë, në një gjë seksuale. Po, në një skandal seksual ose ke përdhunuar dikë, po. Në një kështu menaxhim
Shiko çfarë mendoj. Menaxhim narkotikësh apo ta diun se çfarë. Sepse kjo shkon në të njëjtën gjell. Prandaj dhe gjella është e gatuar nga njëti kuzhinier. Por unë nuk mund të ri kur në mënyrë direkte këta përmendin dhe flasin gjëra të tilla në personin e tij. Dhe portali i dytë ishte një portal tjetër që në përshtypjen që ti unë është një portal, në fakt e mora nga emri, Reporter.al, dhe duke patur parasysh nga Report TV-ja, që është një media politikisht qartësi qeveritare. Ti e majt nuk është është qeveritare, po. Kjo e diferencon, po, kjo e diferencon. E cila bënte një artikull duke përmendur një disa diskutime komplet të disfazuara mendërisht mbi ato gjëra që kisha thënë, që kisha shkruar unë, dhe duke përmendur edhe një prononcim të një kolegu tim, që unë e njoh personalisht, zot doktor Erion Dasho, i cili thoshte, ai në fakt nuk ishte përmendur emrin, por Reporter.al, mbase ka informacione transversale, Reporter.al thoshte që e ka përmendur në drejtimin tim, dhe prononcimi i tij, unë se kisha lexuar deri në atë moment. Më pas e lexova statusin e tij në Facebook, u thoshte që në një konspiracionist, thoshte, i cili nuk është mjek, edhe thotë që toka nuk është rrubullakët, është zbavitës. Po kur konspiracionisti është mjek, atëherë ai është i rrezikshëm. Domethënë ka fshim edhe nga kolegët. Me pak fjalë. No, normale nuk shiko. Unë pranoj mendimet e kolegëve kur jam mendime të ndryshme, nuk kanë asgjë të keqe. Bile i mundohem të debatoj, jo në kuptimin e këmbguljes së dalja imja apo dalja jotja, por debaton njeriu mbi argumentat edhe shikon nga anon peshorja e zërtetës. Unë nuk e di a e ka përmendur për mua, sot e kësaj dite unë mbas afërsisht 20 orëve që kam bërë atë status, as nuk më ka kontaktuar që të më thotë, jo, nuk e kisha me ty, as është justifikuar, domethënë, nuk e di këtë gjë, mbase është një formë pranimi që kjo shprehje është bërë për mua, por sigurisht që është një shprehje shumë negative. E para nuk unë i marr me shumë më buzëqeshje njerëzit që përdorin fjalën konspiracioniste. Më kujtohet Enveri, po Shqipëria ka shumë Enver, i cili një e dy thoshte konspiracionistët e naftës apo të bakrit apo të ekonomisë apo të ushtrisë e tjera. Nëse Enveri e përdorte konspiracioniste, përdorte në logjikën e dur, në trajtën e dur, se konspiracioni është një grup njerëzish të cilët komplotojnë në fshetësi kundër një sistemi, është në Oxford Dictionary. Vetëm këtu është konspiracioni që del një idiot dhe thot toka është e sheshtë dhe e quajnë konspiracionista, kupton? Edhe për flasë termash. Në që ti je konspiracionist apo komplotist, duhet të kesh pushtet. Jo një njeri pa pushtet, pa asgjë, mund të bëj komplot, apo jo? Pikërisht. Është absurde. Duhet të kesh fuqi për me bë komplot, po. Pikërisht, një qytetar i thjesht nuk mund të bëj konspiracionistin. Mund të shërbej një konspiracionisti, por që ka pushtetin politik, ushtaraka, dhe të bëj komplotin. Por, me sa duket, ky vendi jon ka shumë dëshirë, ka shumë enver të vegjël, të cilët duan ta imitojnë duke përdorur këtë term, që është një term autoqesharak, bëhen qesharak ata që e përdorin, dhe këtu vlen ajo shpreha e Plutos famshëm, i cili thotë që dëshira më e madhe e një sklavi është të sklavërojë sklavërit e tjerë. Po, super shpreha. Gjithsesi, unë mendoj që nëse është përdorur, unë nuk dua ta besoj që këtë shprehje zotëria në fjalë doktor Dasho e ka përdorur për mua. Nuk shpresoj që jo, se do ishte shumë negative nga ana e tij, e kupton?
Dhe sigurisht që në një farë mënyre i hedhe kjo atë ushqimin e vet ose atë vajin e lule diellit apo të ullirit në atë gjellën e pislëkut që u ndërtua Unë mendoj diçka, avokat. Doktor. Unë mendoj se tani sistemi përpose nuk arriti do të ulte dinjitetin ty, sepse një njeriu nuk e ul dinjitetin duke e futur në burg padrejtisht. Biles ja shton dinjitetin kur del që aty duke pranuar me burrni që më keni hyrë në hak. Tani kanë kaluar tek faza tjetër, faza e gjobvënies. Pra, këta lloj njerëzish presin që ti tani të dalësh nga vetja, ti marrësh në telefon, është taktike këtyre. Na ndodhen neve personave publik. Na marrin me privat, na kërcënojnë edhe presin që ne ti marrim telefon, ti shajmë, ti ofendojmë, ti kërcënojmë, dhe nesër pas nesër ata ta nxjerrin prapë aty te faktoje.al apo te reporter.al apo te gashi.al dhe thon kirurgu i famshëm Edvin Prifti me një fjalor skandaloz kërcënon gazetarin e pavarur i cili po bën detyrën e vet. A kupton, është si puna e asaj meme se ke para atë gjar prifisnik ndihmon peshkun nga mbytja? Është e njëjta gjë miku im. Pra, sot ti duhet të jesh vetëm i qetë dhe mos pranosh gjobën, sepse këta do ta rrisin dhe do ta intensifikojnë valën e goditjes. Edhe mos të duket çudi kur ti të jesh edhe miliarder, po mund të kesh edhe një harem, po mund të kesh edhe 6 vila me pishina që ti si di, po i din ata. E di për çfarë më vjen keq, doktor, më vjen keq çfarë haku ka zonja jote dhe fëmijët e tu si drita me dëgju për babën e vet, lloj imbecili që ka të drejtë me fol në mënyrë anonime. Se kjo është masakra më e madhe që po i bëhet individit në Shqipëri. Pra ne nuk mendojmë që ai tjetri ka familje, vëlla. Nuk mendojmë që ai tjetri ka grua, nuk mendojmë që ai tjetri ka nonë e bab, që e dëgjon e lexon dhe si do ndihet ajo. Për ca lek apo për ca zarfa apo për ca sponsora, po e shesin shpirtin dhe degenerojnë, a kupton, sepse kjo goditje që të bëjnë ty. Populli është me ty miki im, nuk është me, domethënë ky popull. Edhe ka dhe nga ata që na shajnë. Na quajnë hajduta, na quajnë servila, po këta janë pjesë e sistemit. Populli është kundër te, është kundër këtyre pro te. Kjo është fuqia jote më e madhe. Sepse në momentin, doktor, në momentin që ti shkon në orën 8 të mëngjesit në spital dhe del ditë për ditë në orën 8 darkës, dhe ti nuk rrit si në administratë publike, rri para një kompjuteri dhe luan solitar, edhe bën 2 fotokopje, po ti hap barqe vlla, edhe mbyll kreharore, mëngjes drek dark, duke shtujet njerëzish, edhe nuk guxon dot njeri të paktën të barazoj me në një Zabrahan që me rrogën kota, kupton? Se ti jetë tërë ditë me vdekjen. Më thënë, të ka pyetur njeri ty ç'a ëndra shikon? Ja se po të pyes unë, ç'a ëndra shikon o doktor? Në përgjigja është kjo që Balzaku ka një shprehje që çdo mjek ka varrezën e vet. Që do thotë që varrezat Andrea, hape pak derën. Dalin edhe në përëndër, apo. Pikërisht. Kështu që çdo njeri që kemi humbur, e kemi në memorien tonë, mbarti me vete. Këtë duhet kuptoj edhe opinioni publik, jo vetëm për mua, por për çdo kirurg dhe çdo mjek që kur humbin një familjar të tyre, me vërtet që kanë një revolt të brendshme, edhe i ngrej pikpyetje vetes nëse mjeku e bëri detyrën apo jo, apo e bëri mirë, apo nuk e bëri mirë, apo mund të bëjë edhe diçka më shumë. Edhe unë kemi patur familjar, edhe unë se smundjet janë edhe mjekët smuren dhe familjarët e mjekët. Edhe unë në momente kritike i bëja pyetjes vetëm apo u bëhet tëra, mund të bëhet diçka më shumë etj. Por gjithmonë pavarësisht këtyre mendimeve të cilat na ngrenë dyshime, edhe njeriu më i thjesht duhet të kuptojë që në momentin që kanë humbur, që u tentuash për një operacion i madh etj dhe nuk humbet pacienti, ata do e kujtojnë familjarën e tyre për tërë jetën, por duhet gjithmonë të kujtojnë që në distancë është një mjek që i pati duar deri në mbryl brenda trupit babait apo të familjarit tyre, dhe i cili e kujton edhe ai tërë jetën e vet fytyrën e atij pacient. Kështu që kjo është një marrëdhënie
sigurisht në shoqëritë primitive fillojnë dhe marrëdhënia bëhet më agresive. Po. Gati kanonore, po. Mjekët anatemohen më shumë, por edhe mjekët vetë nuk janë ata mjekët që iluminojnë intelektualizëm, sepse tek e fundit edhe mjekët janë bijtë e një populli, sipas popullit janë dhe mjekët, apo. Absolutisht. Kështu që sigurisht janë një shtret më intelektuale, por që përfaqësojnë përsëri atë popull me bukurinë dhe shëmtinë e vet. Por duke lënë më janë këtë gjë, ajo gjë që unë doja të thoja është që e gjitha nisi me një artikull, me një studim izraelit të një profesor Mordecai, quhet, i cili publikon... E lexova dhe shumë interesante e Mordecait, se për do të pyes. Po. I cili bënte një studim i cili nuk ishte fare për qëllim të thoshte nëse vaksinat e Pfizerit apo Modernës janë të mira apo të këqija. Nuk merret fare me këtë çështje. Studimi kishte të bënte dhe prandaj edhe mua më duk interesant, shumë interesant. E lexova me i frymbila. Studimi kishte të bënte me identifikimin e geneve të cilët kodojnë, të cilët janë pasqyra e proteinës spike. Këto janë genet që përdoren në këto vaksina. Tani bënte dikush pyetjen aty se pse nuk ngatrohet, pse nuk mund merret që pacienti ka kaluar Covidin, por është i vaksinuar, sepse në momentin që ti ke kaluar Covidin, ty mund të gjendet materiali gjenetik, po me gjendet materiali gjenetik i gjithë virusit, i cili është shumë herë më i madh se sa materiali gjenetik i vetëm proteinës spike. Në momentin kur ti gjen vetëm materialin gjenetik të proteinës spike, e vetmja mundësi është që kjo vjen nga vaksina. Dhe që ishte më interesantja, ishte që jo vetëm që gjendet në indet e këtyre njerëzve, në qelizat e këtyre njerëzve, por gjendet dhe në placentën e grave që ishte shtatzanet që ishin të vaksinuar. I pash ato 90%, 50%? Gati 90%. Dhe që ishte më interesantja, ishte që në 50% të grave shtatzanat të pavaksinuara, përsëri kishte material gjenetik, i cili vinte kryesisht nga babai. Pra në momentin kur babai është i vaksinuar, ai atë i çonte nënës, dhe sepse ne dim që placenta e fëmijës konstruktohet kryesisht nga materiali gjenetik i babait, dhe u gjendej aty. Pra kjo ngrinte shumë pikpyetje për faktin se këto vaksina, ato gjë që ne kemi thënë 5 vjet përpara, por ky studim në një farë mënyre shtonte një element, një gur mbi faktin që këto janë vaksina gjenetike, terapi gjenetike. Dhe 4 ditë apo 5 ditë, 4 ditë mbasi unë publikova këtë gjë, ky artikull është 404. Po ta klikoni, ekziston akoma në Google si term, si titull, por është dukur. Ka dalë me 403 not found file. 404. 404, po. Eksakt. Të njëjtën gjë, por unë e kam shkarkuar dhe e disponoj, kështu që e kam bërë me Wayback Machine. Po. Të njëjtën gjë mbaj mend që ka ndodhur në dhjetor të vitit 2019, kur një universitet indian arrin dhe publikon për herë të, domethënë sapo ishte Covidi akoma në Wuhan atëherë. Po. Dhe ata vërtetojnë që në genet e koronavirusit kishte disa genet të cilët janë genet e furinës, që quhet ndryshe, të cilat janë tipike të AIDS-it, të HIV-s. Nuk mund të jenë. Dhe ata në të vërtet kanë qenë të parët që hodhën hipotezën e origjinës laboratorike artificiale të koronavirusit. Po dhe të HIV-AIDS, apo jo? Jo, ata mendonin që ishin marrë disa komponente e HIV-s dhe ishin implantuar te koronavirusi për të bërë atë që Fauci e thoshte gain of function, rritje e funksionit.
Dhe unë mbaj mend dhe atëherë ndodhi e njëjta gjë. Ju mund ta gjeni këtë artikull në postën time në atë kohë, sepse unë arrita ta shkarkoj brenda 4 orëve, Që është ai fshirë, është artikull dukur. u hoq nga qarkullimi. Tani këto nuk janë gjëra të mira. Nuk janë gjëra të mira sepse është si puna e asaj që dikushi një kriminal, një vrasës, shkon edhe vret dikë dhe pastaj nga frika se mos vrasës si flet, ti shkon edhe vret vrasin. Apo ja. Po. Futesh te krim dhe ndëshkim, futesh te krim dhe ndëshkimi Dostojevskit fiks. Ja, ti zhduk çdo bazë. Nëse ky një studimi X apo studimi Y apo etj, ti e ke shumë të kollajshme që nëse mendon ndryshe, e argumenton. Këto revista kanë mundësi interpelance, që ti i shkruan edhe thua Mordekaj ka këto probleme në studimin e vet, dhe neve kemi bërë një studim të ngjashëm edhe nuk na rezulton kjo gjë. Po. Kështu punohet në shkencë. Po. Në shkencë argumentohet. Dhe sigurisht që ngjarje të tilla janë ngjarje të cilat duam apo s'duam neve të çojnë ujë në një mulli të dyshimit. Nga ana tjetër, duhet kuptuar edhe kjo që me një lule nuk vjen pranvera, pra në kuptimin e kësaj që unë prandaj dhe mundohem që të argumentoj këto studime, por edhe studime të cilat i kundërshtojnë, në kuptimin që në momentin kur të vi momenti që të themi të vërtetën përfundimtare, do duhen mira në këto studime. Pra sot komuniteti shkencor në botë numëron 81.000 mjek dhe shkencëtar, 81.000, të cilët kanë një opinion si thuash negativ ndaj përdorimit të këtyre vaksinave të Covidit. Më përpara kanë qenë shumë më pak. Po. Besoj e mbani më. Po. Ky numër është duke u rritur në mënyrë eksponenciale, jo se po krijohet në një ushtri, por sepse rezultatet po evidentohen të tilla. Sigurisht ka edhe opinione të kundërta, ka dhe është normale që të ketë. Doktor, a mund të themi sot që jeta e shkencëtarëve është totalisht e rrezikuar? Pra shkencëtarët sot kanë nevojë për mbrojtje të veçantë? Shikoni, nëse shkencëtarët merren me tematika të tilla, për shkak të Covidit janë eliminuar shumë prej tyre, shumë qyresh. Nuk është se është një gjë sporadike. Janë eliminuar, ju është hequr licenca, i kanë shpallur të çmendur, i kanë shpallur të rrezikshëm, janë konsideruar të vetvrarë, nuk është se është një gjë, por lajmi më i rëndësishëm, që është lajmi i ditës sotme, dhe që do më pëlqente ta ndaja, është që për herë të parë u lajmua, është botuar në New York Times, në CNN, në të gjitha, e keni edhe në Facebookun tim. Për herë të parë, FDA ka marrë vendimin dhe ka lëshuar urdhrin që duke u bazuar në dhënat e vdekshmërisë tek fëmijët nga vaksinat e COVID-19, ata kanë urdhëruar që të analizohen të gjitha vdekjet në të gjitha grup moshat deri në moshat 80 apo 90 vjeç për të identifikuar për herë të parë brenda kufive të Shtetit të Bashkuara të Amerikës nëse efikasitetin, mos efikasitetin dhe veprimin e tyre afat shkurtër, afat mesëm, se për ata afat gjatë neve do duhet kohë dhe do duhet kohë të kalojmë nga këto. Kështu që mbase me marrjen e këtij vendimi nga ky institucion shumë i rëndësishëm, që për hir të vërtetës ishte një institucion i kontaminuar, sepse e ka pranuar vetë që licencoi këto vaksina jashtë rregullore vetveta, por u justifikuan me qenë se ishte emergjent. Okej. Tani me sa duket kanë marrë këtë vendim, që është një vendim mbase më i rëndësishëm, për të bërë transparencë të vërtetën. Dhe në këtë moment besoj unë të gjithë ne duhet të heshtim, sigurisht ne mund të publikojmë, si thua, të reja nga studime X edhe Y,
por në fund fare të gjithë duhet të heqtim nga muaji i pari për të pritur rezultatet zyrtare, të cilat vështirësisht se mundet të manipulohen. Domethënë po të arrihet deri aty sa të manipulohen edhe rezultatet e FDA, pastaj nuk kemi më filloj argumenti. Nuk përbën çudi ajo, doktor, po neve si njerëz të cilët përsiatemi drejt filozofimit gjërave, se filozofia është një disiplinë që i përket gjithë disiplinave tjera, edhe mjekësisë, edhe gjeologjisë, se duhet të kesh filozofia është të shkosh te pseja e vërteta, në thonjzat e drita. Unë kam kemi pranuar disa binar, ëh? Po, gjithmonë mbi binar. Gjithmonë mbi binar. Unë kam 30 vjet eksperiencë dhe në 30 vjet ju them edhe studentëve të mi, neve duhet bazohemi tek ato linjat e guidës që përcaktohen nga institucionet, nga shoqatat e profesionistëve, nga EMA, nga FDA etj, dhe të cilat janë të panegociueshme. Domethënë neve o do pranojmë disa binar, disa shina ekualitore dhe do të qëndrojmë besnik atyre për çfarë do lloj argumenti, sepse ky, domethënë, një nga defektet e mjekësisë sonë në Shqipëri është që ti, nga që nuk aplikohen këto guideline, linja guide, ti shkon te një mjek shqiptar X, edhe ai thotë, sipas eksperiencës sime, unë mendoj kështu. Ndërkohë që ka përcen 600 km nga Durrësi, shkon në Bari, dhe nga Bari deri në Tokyo ti vizitohesh te 10 mjek që flasin gjuhë të ndryshme dhe të thonë të njëjtën përgjigje. Sepse përgjigjja e tyre është e bazuar ekskluzivisht në ato që janë linjat e guidës. Dhe ti nuk mundet të thuash nga eksperienca ime. Kur eksperienca jote është një asgjë, përpara eksperiencës botërore e cila analizon dhe përcakton, analizon miliona pacientë, miliona raste për të arritur në konkluzione sa më të pjekura, të cilat i bëjnë sa më mirë pacientit. Kështu që në momentin që ne kemi pranuar këtë gjë, dhe në momentin sepse është qendra e kontrollit dhe parandalimit të smundjeve. Është institucioni më i lartë legjislativ shëndetësor. Dhe ish drejtori, një figurë shumë e njohur, i cili ishte drejtori i kësaj qendre nga viti 2018 në 2021, pra në kulmin e pandemisë, ai e deklaron para 4 ditësh me zë dhe figurë që sipas mendimit të tij personal, këto janë vaksinat të cilat duhet të eliminohen. Pra, neve kemi këndvështrime të ndryshme, gjithmonë më shumë zvoglohen numrat, ose të paktën publikisht nuk guxojnë më të dalin modelet e Faucit apo Andersonit apo domethënë shkencëtarëve të cilët ishin bërë pjesë e të cilat u vërtetuan që ata ishin paguar me grante për çështjen e pandemisë. Jo më larg se 2 ditë më parë, Daily Mail në Angli tregonte se si shkencëtarët dhe mjekët të cilët ishin konsulentët e qeverisë britanike për pandeminë dhe për vaksinat, kishin marrë 200 milion pound sterlina grante, pagesa, të cilat nuk i kishin deklaruar. Atëherë në këtë histori ku kjo nuk thuhet, kjo zhduket nga interneti, kjo fshihet, kjo manipulohet etj, ka ardhur momenti që të bëhet një transparencë 360 gradë dhe unë mendoj që në ato të voglën time, unë të paktën kështu e kam menduar që në atë që më takon mua, unë në të voglën time të mundohem dhe të jap këto mendime dhe këto studime dhe duhet keni një gjë të qartë që në një moment kur e gjithë bota, gjithë establishmenti, gjithë qeverit janë të pozicionuara në një hendek, në një llogore, gjithmonë më shumë është e vështirë që një shkencëtar apo një grup shkencëtarësh të japin një mendim kundër tyre. Po. Ja, çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë që në qoftë se neve kemi një problem dhe zgjidhja e këtij problemi neve na vjen në mënyrë politike, pra nga qeveri, ta keni të qartë që shumica e njerëzve kanë procesin e adaptimit,
Darwini thotë që nga kafshi jemi, neve adaptohemi. Dhe edhe shumica e mjekëve dhe shumica e shkencëtarëve do përpiqen, që pikërisht për ato arsye që the ti, që vetes të mos japin andrallat, mos japin stres, që gruaja e tyre mos shqetësohet, që fëmijët e tyre mos shqetësohen, që kur shkojnë në shtëpi ti presin me përkëdhëri etj, dhe mbase është legjitime edhe kjo. Po. Zgjedhin që të adaptohen dhe zgjedhin që të mbajnë anën e asaj që i vjen në mënyrë piramidale, vertikale nga sipër. Por, në këtë botë ka dhe njerëz të cilët luftojnë për të vërtetën e tyre. Dhe unë, kur ndodhem përballë një studimi i bërë nga 1 njeri apo nga 10, të cilët i referohen disa dhënave që nuk konfirmojnë ose janë kundër rezultateve të kësaj rrugës piramidale, unë do i merrja shumë në konsiderat. Pse? Për të vetën arsye sepse do një kurajo shumë të madhe që ta thuash një gjë që është kundër, është si puna është si puna e prallës së Andersonit që dilte mbreti Laguriç edhe se i thanë ke kostum bukur, po. Sa i bë gjithë populli, gjithë opërtarët e tij, gjithë i thoshin sa e bukur kjo rroba, doli një fëmijë edhe i tha, po mbreti që ka Laguriç, edhe u çuditën, edhe të gjithë, u çuditën dhe e dim se si përfundoi ajo prallë. Pra është e njëjta gjë, në momentin kur të gjithë i bien të njëjtit tam-tam me të njëjtat nota, unë do të dëgjoja më shumë atë që i bie tam-tamit kundërt dhe atë që i thotë që mbreti është Laguriç. Edhe pse mbreti mund të reagojë me mënyra të rënda edhe ndaj këtij individi apo këtyre individëve. Por do ta merrsha në konsiderat, sepse realisht që një njeri të thotë ose të dalë kundër rrymës, do të thotë që ka argumente për atë. Po. Ka argumente për atë. Ose është një i çmendur që pastaj nuk ka vlen. Unë kam dua ta shikoj në këtë lloj prizmi, doktor. Për shembull, unë jam i predispozuar edhe nëpërmjet titullit që kam vendosur sot, e vërteta e vaksinave, shpëtimi i madh apo tregtia më fitimprurse. Me aq njohuri amatoreske sa kam unë për mjekësinë. Po logjika shqyr Zotit nuk më ka munguar se më ka bekuar krijuesi me logjik të fortë. Sot, edhe pas këtij lajmi që thatë juve me drejt që FDA-ja dhe CDC-ja kanë filluar tani të shikojnë vdekshmërinë nga foshje deri tek 80 vjeçi për vaksinat, kjo do ketë do shkaktoj pasoja shumë të mëdha tek kompanitë, tek spitalet, tek klinikat, të cilat kanë bashkëpunuar me sistemin dhe kanë shpërndar pafund maska, vaksina, ilaçe e gjitha me radhë. Dhe po u nisi ky lloj orteku, ka përqen fatal për ata. Dhe për t'i dalë si pararoj, tani kanë filluar e kanë ndezur motorët në mënyrë më të frikshme për të eliminuar çdo zë kundër. Ose më saktë për t'i intimiduar ata lloj njerëzish të cilët kanë argumente, pak rëndësi ka është i vërtet apo si është i vërtet argumenti, sepse ram parimisht dakord që binarët tanë shkencitet janë CDC-ja dhe FDA-ja amerikane. Tani diku duhet bazohemi, se po nuk u bazohem, hajde ikim Tibet e Dalai Lama, të gjithët i bjem gongut atje pa folur. Se unë këtë debat kam edhe me Goxhën. Kur flasim për mos besojmë këtë, mos besojmë, po diku duhet besojmë vlla. Pra, ne duam. Unë mendoj që FDA-ja mund të japë një lloj, do të thënë, nuk do ta niste FDA-ja kot këtë lloj procedure, po të ishte për të kapur në fund. Nuk më ha sens logjik, sepse FDA-ja tani vet, ata shkencëtarët brenda FDA-s janë po aq të rrezikuar sa gjithë tjerët. Dhe ne dim që në Amerikë janë vrarë 2 president, 3 president, nuk është se u vra Charlie Kirk në mesditës në presidentit aktual i kanë bërë ti edhe Donald Trumpit i bën atentat. Atyre listës me 23 shkencëtarë që keni qenë dhe juve, 14 janë të zhdukur, pra janë të determinated, le ta quajmë në gjuhën e Terminatorit. Pra janë të shkatruar, janë të shpërbër. Pra, mos është kjo thagma që i ruhen këto lloj kompanish farmaceutike botërore, për mos t'ju dalë edhe për t'ju shkatruar gjithë perandoria, sepse kanë marrë një lloj
benefitit të frikshëm, pra janë bërë miliardera për një vit që ishte e mbyllur bota në karantinë. 6 muaj, pastaj tjerët, po ta quajmë një har kohor për një viti. Janë bërë miliarder nga hiçi. Tani, a mos po duan, mos është kjo një orvatje për të ruajtur pasurinë e tyre? Që nuk mendoj që kur bëhet fjalë për një temë të tillë, primare të jetë përfitimi financiar. Nuk e mendoj, nuk e besoj, mund të jetë një kolaterale kjo gjë, dhe mund të jetë, dikush ka përfituar, por nuk është kjo thelbi i gjithë këtij procesi. E thënë kjo e parë. E dyta, buxheti i cili ka shkuar për vaksina kudo në botë, kalon me disa fish financimet e luftës në Ukrainë. Pra mund të jetë, unë kam bërë një llogaritje për afër, nuk e di sa saktë është, po minimalisht shkon sa 5 deri në 6 herë më shumë se ç'është investuar nga Evropa me Shtetet Bashkuara bashkë në luftën në Ukrainë. Dhe sigurisht kur bëhet fjalë për triliona dollar, sepse realisht në Ukrainë deri tani janë shpenzuar mbi 500 bilion dollar nga të dyja palët, në Shtetet Bashkuara dhe nga Komuniteti Evropian, dhe sigurisht kur bëhet fjalë për triliona dollar ka hapësira për të kontaminuar, për të uzurpuar, për të abuzuar në gjitha format dhe në çdo vend. Por ajo gjë që unë mendoj realisht është që njerëzit kërkojnë ngrejnë pyetje. Dhe shikoni, kur njerëzit janë të pakënaqur, herët avon përgatiten situacione ose realitete të cilat rrezikojnë edhe revolucione. Po. Dhe nuk është për të çuditur që revolucionet mund të ndodhin edhe në vende ku neve mendojmë që nuk ka shtypje ose është një formë tjetër, ku do të them. Sepse ato ngjarje që ndodhin në Francë, për shembull, Parishtazi, kur dikush i thotë që duhet përgatitemi ju francezë që fëmijët tuaj, djemtë tuaj do vriten në luftën në Ukrainë. Situata është çik më afër eksplozionit se ç'më mendojmë ne. Dhe njëjta gjë vlen edhe për rastin e përdorimit të këtyre vaksinave. Tani ajo gjë që duhet të them dhe që e ndjej për detyrë ndaj publikut, sepse sigurisht sa më primitive të jetë shoqëria, aq më shumë nuk e përballon dot një lajm negativ. Po. Është prapë ajo shprehja e famshme Plutonit dhe Plutarkut, i cili thoshte që nuk ka njeri më të urryer se ai që thotë vërtet, sepse njerëzit janë mësuar me iluzione, me ato që i serviret, me pa vërtet. Mjafton që ajo të jetë çike bukur. Normale. Kështu që gjithë njerëzit thonë, po mirë, edhe nga një pyetje legjitime, tek e fundit. Që po pse na thuhet tani, para të parë neve ju kemi thënë që në kryet herës, po pse na e përsërisin tani se tani neve i kemi bërë këto vaksina, çu bë, më kupton. Do të thënë duan të shmangen realitetit. Përballjes, pa. Tani është një shprehje që e mira s'ka fund, por edhe e keqja s'ka fund. Dhe neve këta e gjithë popullata duhet të jetë informuar në mënyrë transparente për të vërtetën, mbi fakte, mbi të dhëna, cilat do qofte. Dhe sigurisht që ka dhe zgjidhje, grupe të caktuara janë duke punuar në mënyrë tempestive, janë zbuluar produktet, ato që quhen spike detox, por që unë nuk mundet t'i bëj publike, sepse realisht ato nuk kanë marrë testimin përfundimtar, pra atë vulën përfundimtare nga institucionale, akademike, të cilat realisht të thonë që këto gjëra, kjo Michel e re, ky produkt i ri, realisht bën atë që quhet detoksikimin e spike-ut. Për fat keq, nuk mund të ndërhyet më në aspektin gjenetik. Ajo që ka ndodhur, por ajo që mundet të përmirësohet me kalimin e kohës është duke eliminuar në mënyrë graduale këtë proteinën spike të koronavirusit, i cili përdoret nga këto vaksina.
Si mund Por të ka eliminohet? një seri produktesh të cilat janë propozuar, janë duke u testuar, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe unë shpresoj që rezultatet jenë pozitive dhe të vi momenti sa më i afërt, sa më i shpejt që t'ju ofrojmë edhe njerëzve tanë këto gjëra. Pra, me një fjalë, unë nuk do ta shikoja kaq negative, do ta shikoja që njerëzit telefonat edhe në familjet tona kemi njerëz që i kanë bërë këto vaksina. Po. Dhe i kemi familjarë të ngushtë, i kemi në shpirt, nuk është se nuk është se jemi imun ndaj kësaj historie. Por kjo nuk duhet na pengoj kurse si që neve t'ju ofrojmë informacionin si thua paralel, dhe sigurisht unë besoj në këtë gjë, kështu që duke besuar që në kryet herës që këto janë vaksina gjenetike, sigurisht që unë besoj që këto janë problematike. Pastaj se sa problematike janë, këtë i takon institucioneve, sikurse e përmendëm që fatmirësisht sot fillon një epokë e re, koincidoj me këtë podcast. Po. Por fillon një epokë e re ku në Shtetet e Bashkuara, si duket ata tashmë të gjitha institucionet janë fed up me këto studimet të njërit apo tjetrit të cilat tregojnë për anët negative të këtyre vaksinave dhe kanë vendosur që me disa shtete sikurse është Kansas, si Texas dhe Florida, kanë hedhur në një shtet tjetër, të cilët i kanë hedhur në gjyq Pfizerin për rezultate jashtëzakonisht të dëmshme tek njerëzit. Pra guvernatorët e këtyre shteteve i kanë hedhur në gjyq, janë në procese gjyqësore me Pfizer, pasi të dhënat e këtyre shteteve janë të kundërta me ato që pretendohen. Dhe si duket organizat, domethënë këto institucionet federale, siç është FDA apo CDC, tashmë ka ardhur momenti që edhe pas vërtetimit të disa vdekjeve, domethënë ishin disa raste eklatante të fëmijëve të vegjël që ishte përdorur këto vaksina dhe që ishin vërtetuar vdekja prej tyre, dhe është thjesht maja e icebergut, paktën ky term u përdor në mediat amerikane para 2-3 javësh, se para 2-3 javësh doli ky rezultat, që u dolën disa memo të brendshme te FDA, të cilat flisnin për vdekje të sigurta nga si reaksion, si kundërveprim i këtyre vaksinave të përdorur tek fëmijët e vegjël, dhe tashmë mbase të ndodhur edhe në një presion të madh publik, mbase edhe nga qëndrimi i administratës aktuale, nuk di të them, por lajmi i sotëm është një lajm për të përgëzuar, shënon lidhjen e një epoke të re, të vërtetës, të transparencës, dhe uroj që të dalë një e vërtet, qoftë edhe në qoftë se na thonë që këto vaksina nuk shkaktojnë vdekje, nuk janë problematike. Po, fillojmë mea culpa, mea culpa më fal mua. Jo mea culpa, se unë s'mund bëjmë mea culpa për gjëra që i kanë thënë tjerët, më kupton? Unë që jam referuar tjerët. Por do t'isha i kënaqur, do isha i gëzuar, sepse tek e fundit do dishin që 5 miliard njerëz apo 4 miliard njerëz sa u vaksinuan në tërë botën, nuk do kenë pasoja. Njerëzimi është i sigurt. Po sikur ta kesh ti të drejtë. Po sikur të kesh ti të drejtë, doktor. Dakor, do i përgjigjem me se më mirë ta kem unë gabim në radhë të parë, dhe të kemi një garanci për mbijetesën e species, Po. Por në rast se hipotezat e ngritura nga pikërisht nga këta 81.000 tashmë mjekë dhe shkencëtarë në botë, janë të vërteta dhe rezultatet e tyre janë të vërteta, sigurisht që ajo që flitet sot në Amerikë, hapur, në shumë podcaste, në shumë media, në shumë autoritete, në senator, bile edhe në Australi ka filluar një frymë e tillë. Po, Australia ka denigruar fare politika australiane. Edhe në dhomën e lordëve në Britani. Në Angli, po. Ka zëra të cilët kërkojnë gjykata ushtarake për gjykimin e këtij procesi
mbar botëror. Kërkojnë një Nuremberg të dytë dhe janë shprehur në mënyrë eksplicite për gjykata ushtarake që realisht unë uroj që të mos javim asaj dite se do ishte një njollë e madhe për historinë e njerëzimit, që në shekuj që do vinte do shënonte një, si thuash, një kufi limit, do thonë njerëzit, do thonë para Krishtit dhe mbas Krishtit. Do të para Covidit, para Covidit, pas Covidit. Po ka ardhur ajo. Po ka ardhur, ajo ko fatkeqësisht ka ardhur. Sepse sot ndahen njerëzit me iden para Covidit dhe pas Covidit. Të betohem në zhargonin e përditshëm, para Covidit e për 2020 humb shumë kujtesa. Po humb kujtesa një radhë parë. Humb shumë njerëz, domethënë, imagjinoni që të dhënat zyrtare flasin për 8 milione e ca të vdekur në mënyrë direkte nga Covidi, por nuk këto të dhënat jo zyrtare, se jo çdo vend kishte mundësinë e përllogaritjeve, nuk pjesa më pas me post-Covid, vdekjet nga ai që quhet long Covid, vdekjet sigurisht nëse do vërtetohen këto të dhëna nga të shkaktuara nga vaksinat, nëse është vërtet që vaksina ritm miokardite dhe arrestet kardiake, sikur se del nga disa studime, atëherë këto janë vdekjet lidhura sigurisht me atë pandeminë, apo tumoret, apo smundje tjera autoimune. Ka për shembull studime të cilët tregojnë që ka një rritje gati 500-600% të smundjeve autoimune. Sigurisht ka njerëz do vdesin nga këto smundje autoimune, po në të vërtetë shkaktari është përsëri i njëjti proces. Kështu që uroj sharak për veten e tyre, se nuk kam marrë fare personale, e kuptoj që jam pjesë të njëjtës gjellë të bërë nga i njëjti kuzhinier, por dikush i ka paguar. Por nuk janë gjëra të mira, nuk janë gjëra të mira, por unë flas pa asnjë lloj inati, pa asnjë lloj qëllimi, apo prapa skene, s'kam asnjë lloj interesi në këtë gjë. Absolutisht. E bëj thjesht për prindit e mi, për familjarët e mi, edhe e bëj për gjithë tjerët, me gjithë dashamirësinë më të madhe, më kupton? Kjo e rrezikon, doktor. Në vend që thonë, ore dikush që i themi faleminderit që studion gjëra që na vlen edhe neve. Në qoftë se unë bëj një studim apo në fushën time të smundjeve të zemrës, sigurisht që bëj pjesë e një ekipi, paguam, emërim përmendet, kam interes. Kam interes direkt, interes akademik, profesional, por edhe financiar. Por që interes kam unë që të lexoj studime mira faqen mbi Covidin. Në vend që të thonë, unë e bëj thjesht jo për hobi, se kjo nuk bëhet për hobi, bëhet për shëndetin e njerëzve tanë, edhe të vetes, edhe të atyre që do vinë brapa. Në vend që të ketë një falënderim minimal, ore ti që harxhon kohën për këto argumente. Kërkon shumë doktor. Se po na jep të gatshme, do fillojnë edhe anatemojnë, edhe fyen, edhe ofendojnë. Kjo është e patolerueshme për një shoqëri, për një shoqëri liberale, ëh. Kjo tregon se sa thellë jemi zhytur në orientalizëm, otomanizëm, se sa shumë është dëmtuar ose eliminuar meritokracia në Shqipëri, domethënë tregon realisht atë pak a shumë ato gjëra që thua edhe ti në podcastet e tua, se në Shqipëri ka ndryshuar komplet demografia dhe domethënë pikërisht këta edhe mediat japin ushqim për segmentet më ignorante të shoqërisë, të cilat nuk mendojnë. Ti çikosh ka është detyra jonë ti promovojmë. Mjafton shikosh titujt dhe mjafton shikosh personazhet të cilët ecin, ti kupton shumë për psikën e një shoqërie, e një mase. Do thënë që këtu i kemi vendosur kapakun. Komenti do vi momenti që edhe më i pashkolluari dhe më analfabeti i shqiptarëve do e vendosi gishtin në kokë edhe do thotë bo që kemi bërë, dhe do rifilloj një proces reverse.
thjesht do doj kohë, është një, domethënë do duhen breza të cilët do humbin në këtë errësirë që shpaloset. Komenti më idiot që un kam lexuar, që më ka ardhur tek shpërndarja që unë bëra të statusit tuaj, ishte çdo ky kardiokirurgu me vaksinat. A kupton? Ajo është një tematikë e njerëzve të dobët, shpeshherë nga kolegë, sigurisht kolegë të deformuar profesionalisht, sigurisht duhet pranuar që edhe midis mjekëve, ashtu sikur që midis çdo profesioni, edhe juve në media, keni ato, si thuash, interpretimet tuaja, kundërshtimet tuaja, xhelozit tuaja, zilit tuaja, është normal. Është normal, edhe unë i mirë kuptoj këto gjëra, se i ndodhin gjithandej. Por, kjo është një tematikë e cila domethënë është një mënyrë që tregon komplekse të forta inferioriteti. Normale. Sepse kjo s'ka lidhje fare, as t'i tregoj unë tani këtyre derdimenve se të kaluarën time, se ç'lidhje kam unë me viruset, me terapinë kirurgjikale, gjenetike, etj, sepse nuk do e kuptonin, sepse është shumë e thjeshtë. Mjafton të futesh në internet, në National Library of Medicine, që është libreria e mjekësisë nacionale amerikane, dhe shikosh studimet e mia në lidhje me këto argumente. Dhe kanë shumë thjesht për ta provuar. Një pjesë mund ta kenë provuar, e din, po prapë e thon, një pjesë nuk e din. Por, në konkluzion, kjo shpreh një kompleks inferioriteti, nuk din ç'të thon. Unë ndaj ta cilësova si me idioten, se kjo është me idiotja. Me mua, me këto, nuk afrohen te gishti i vogël i këmbës. Me mua, mundet të diskutohet dhe debatohet me argumenta, qofshin brenda fushave të mia, brenda jashtë fushave të mia, etj. Unë edhe në fusha tjera ne e provuam bashkë me historinë, apo jo. Unë e thash vetë që jam autodidakt, po jo, besoj që autodidakt jam unë, doktor, ti je euridit. Je nivel tjetër, je euridit. Unë jam i vogël, jam autodidakt. Kam lexuar jo pak, dhe kur unë flas mbi një argument dhe vendos zërin dhe fytyrën time dhe emrin tim, ta kemi garantuar që debati me mua mund të bëhet vetëm mbi argumente. Dhe argumenta do kenë kundër argumenta, sepse për shembull, po marrim një rast konkret. Unë nuk e kam bërë publike se edhe s'kam patur kohë në të vërtetë. Po jo më larg se, domethënë pasi unë bëra këto publikime, njëkohësisht ishte bërë dhe një studim dhe për hir të vërtetës më duhet ta them, bëhet një studim në Francë në 28 milion banor të moshave nga 18 deri në 59 vjeç. Shumë interesant. Tregonte që vaksinat Covid në vend që shkaktonin vdekje, ato mbronin nga vdekja. Pra, në pacientët e vaksinuar kishte më pak vdekje. Po çudia më e madhe e këtij studimi, e para, bile kam bërë një status për këtë gjë, i kam shkruar dhe revistës, pres përgjigje, për fat keq është një revistë e cila nuk pranon atë që quhet letter to the editor, pra në momentin kur dikush i bën një studim, shumica e revistave kanë të japin mundësinë në këtë seksion, në këtë sektor, letter to the editor, pra letër drejtuar editorit, ku ti bën një letër në lidhje me një studim për mbi kritika mbi këtë studim. Po. E para, ne duhet dim që pyetja e parë, pse studimi merr vetëm nga mosha 18 deri në 59 vjeç? Po mbi 59 vjeç nuk janë njerëz? Po. Kur ndërkohë, nga këta në moshën 18 deri në 59 vjeç ishin vaksinuar vetëm 22 milion francezë. Ndërkohë në moshën mbi 59 vjeç janë 26 milion të vaksinuar. Ta nuk i kishin marrë fare në konsiderat. Se sigurisht mbi 60 vjeç ka dhe vdekje më shumë apo. Po. Doktor, nisu vetëm nga kjo. Ose e bukur është që kur hap të dhënat e Francës, rezulton që 54.8 milion francezë kanë bërë vaksinim të plot. 54.8 milion. Por popullata në Francë
popullata në Francë është 68 milion banor. Po. Por 20% e tyre, 60 milionësh, afërsisht eksaktësisht 14.350.000 janë nën 18 vjeç. Pra, nëse ti bën llogari, i bie që gjithë majorenët, gjithë majorenët gjithë vaksinuar. majorenët janë vaksinuar apo jo? Po. Mbi 18 vjeç janë 100 gati 99% vaksinuar. Atëherë si ka mundësi që në moshën 18 deri në 59 vjeç në Francë na dolën 6 milion të pavaksinuar? Po. Po. Komike. Shumë komike. Është kështu, Domethënë, është gënjeshtër. çfarë kanë bërë? Kështu, sade. Dhe çfarë kanë bërë? Autorja e parë është një studente e doktoratës, studente e doktorature. Sigurisht unë nuk e paragjykoj, sepse thesaret nga ndonjëherë fshihen edhe tek të rinjt, edhe tek njerëzit e pakonfirmuar, xhevairët, por të lë të dyshosh për atë që unë e konsideroj, ose jo vetëm unë, sepse kjo është botuar në shumë statuse në tërë botën, si një data manipulation, si një manipulim i dhënave. Sigurisht këto artikuj do i nështrohen në verifikimeve e të tjerë, do kohë kjo është i proces. Por të kthehemi përsëri tek ajo gjë që unë mendoj shumë të arsyeshme dhe që mendoj që ky podcast bëhet në ditën eksakt kur në Amerikë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është marrë një vendim jashtëzakonisht shumë i madh, një vendim i cili do na ndriçojë të gjithëve në këtë errësirë informacioni, mungesë transparence të dhënave në lidhje me këtë histori të pandemisë që për hir të vërtetës pati viktimat e veta dhe pati dhe gjithë to rrjedhoja nga mbrapa që po i diskutojmë. Doktor, juve dini që në Tru Podcast ne jemi një ishull njerëzish inteligjent, njerëz që nuk fyejnë, po pyesin për ditur sa më shumë. Më lejo të bëj disa pyetje nga publiku për ta kuptuar edhe një herë njerëzve që ne jemi live. Mund të dononi, mund të përdorni super chate, mund të dërgoni tek IBAN-et, mund të dërgoni pyetje për doktorin siç keni dërguar dhe po e nis me një mikun ton të Tru Podcastit, i cili thot, më fal, Zoti Prifti, kryeëngjëlli Mikel të asistoft në luftën tënde, si në fjalë, si në bisturi, thot, e ka një lloj urimi për ty, dhe bën një pyetje shumë të rëndë. Gashtot, në një moment nëse mundesh, a e pyetë doktorin, kam gocën 15 vjeçe pret transplant zëmre. Sa mund të jetoj me zëmrën e re, tani është me zemër teknike. Po më në keq për këtë gjë, por e rëndë është shërim sa më të mbar vëlla. Kjo është zëmër teknike, këto quhen zëmra artificiale temporane. Në gjuhën teknike quhen LVAD ose Left Ventricular Assistance Device ose Biventricular Assistance Device në varësi të asaj që ka vajza. Me siguri vajza ka kaluar një miokardit, ka shumë të ngjarë, është tipike e këtyre moshave nga 15 në 20 vjeç, nëse nuk ka patur ndonjë malformacion të lindur të rëndë të zëmrës, po rrallë ndodh sepse malformacionet deri në 15 vjeç nuk të malformacionet e rënda nuk e lën njeriu të mbijetojë deri në 15 vjeç. Unë i uroj shërim të shpejt. Amin. Transplanti i zëmrës do të ishte jashtëzakonisht shumë efikas. Do bënte, domethënë unë po i përmend, nuk është anekdotë, është e vërtetë. Unë nga viti 96 deri në vitin 98 punoja në Siena, dhe Siena në atë kohë dhe isha në antar i Centro Coordinamento Trapianti di Cuore, në qendra e koordinimit të transplanteve të zëmrës. Dhe ishte qendra e dytë më e madhe në Itali, atë kohë mbas Bolonjës, për numrin e transplanteve të zëmrës. Dhe më kujtohet që, po është një rast që edhe është publikuar në këto mosha të reja, nuk është, domethënë në një përqindje të tyre, se ka dy tipe transplante të zëmrës. Transplanti ortotopik, kur hiqet zëmra e njeriu ka marrë fund, nuk mund të rikuperohet më, dhe vendoset zëmra e donatorit,
Por ka dhe një tip transplanti tjetër që quhet transplanti heterotopik. Pra kur vendoset zemra e njeriut e pacientit lihet aty ku është dhe në paralel vendoset një zemër tjetër. Pra punojnë dy zemra në paralel. Kur ti mendon, siç është rasti i miokarditeve, kur ti mendon që një zemër e kontaminuar që ka miokardit, mund ta rimarrë veten dhe mbaj mend që në atë kohë neve transplantojmë një vajzë të re 19 vjeçe dhe eksaktësisht mbas 13 vitesh, zemra e saj e kishte rimarrë veten dhe ajo erdhi përsëri në Siena, po unë nuk punoja më aty, po e kam marrë këtë informacion, kemi si rast, ajo erdhi dhe kolegët e mi e rioperuan, i hoqën zemrën që i kishin transplantuar, i lanë zemrën e vet, pra atë që kishte qenë në lindje, sepse e kishte marrë funksionin, dhe zemrën që kishin përdorur njëherë për transplant e transplantuan tek një pacienti. Zoti bë mrekulli. Kjo ka ndodhur llogarisnin mbas 15 vjet në vitet, unë kam qenë akoma në Itali në atë periudhë, duke qenë viti 2003 në Zgjaboj. Kështu që ai të mos i trembet fare, sigurisht ka një mal të lartë për të ngjitur, ai dhe vajza dhe pacientja, sigurisht, se është 15 vjeç, është fëmijë akoma, është totalisht e pafajshme. Është angjëll akoma. Kështu që ka një mal të lartë, por në këtë fatkeqësi që kanë, është një fatkeqësi që ka zgjidhje optimale, duhet ta shikojmë veten me optimizëm për t'ia dalur kësaj gjëje të rëndë që kanë në familje dhe ajo e vajzë në zemrën e saj, por me kurajo unë besoj që do e arrijë dhe ja uroj me gjithë shpirt dhe ja uroj atë mbështetjen e Shën Michelit, sepse edhe babai im quhet Mihal, edhe vajza ime quhet Michel, kështu që Shën Micheli është edhe shenjtori i familjes sonë. Kështu që falenderoj dhe i uroj me gjithë shpirt, me gjithë dashamirësinë që vajza t'ia dali dhe të bëjë jetën e saj normale me realizimin e kësaj procedurës. Sa më shpejt jetë e mundur, transplanti i zemrës në një rast të tillë duhet bërë sa më shpejt jetë e mundur. Igor Lend ke folur dhe të ka shpjeguar më i miri që kemi në qarkullim për kardiokirurgji. Zoti të dëm forcë ty dhe vajzës. Amin. Bëft mrekullia dhe dalë sa më mbar vajza dhe shumë pacient tjerë cilët na ndjekin tani ose nuk na ndjekin por që janë duke rrezikuar e duke luajtur kundër vdekjes për të shpëtuar jetën e tyre. Zoti ju dhënë forcë. Elvis Hoxha. Po derisa vaksina ndikon në trashën e gjakut që ndikon në goditje kardiake, atëherë është fiks lëmi i kardiokirurgut. Në konditat e atij argumentit idiot që unë përmendja se kishin thënë për juve, doktor. Vetëm trashjen e gjakut. Është vërtetuar që është një, unë e kam publikuar këto ditë përsëri, një studim nga një grup serioz, i cili vërtetonte që në francezë, grupi studimor, i cili vërtetonte që në 100% të pacientëve me long covid të vaksinuar kishte mikrotrombe. Problematika mikrotrombe. Dhe ajo që është raportuar në Senatin Amerikan, në një studim në mira autopsi të pacientëve post vaksin kryesisht, nga profesor Peter McCullough, një nga mjekët vice presidenti i Shoqatës Amerikane të Kardiologjisë. Ja, pse nuk e thon Peter Cullough në Amerikë, që është një kardiolog? Pse nuk e thon Peter Cullough, do ti punë ke me Covid-in. Peter Cullough ka ndërtuar edhe një fondacioni McCullough, i cili merret vetëm me çështjen e Covid-it dhe vaksinave të Covid-it. Ishte mjeku kryesor i cili u ftua në session hearing në Senatin Amerikan. Dhe mjeku i cili, një nga studimet që ai referoi, ishte studimi
në autoptik, në mirë autopsi, post vakcinave, ku vërtetoheshin prezenca e këtyre trombeve të bardhë të amiloidit, që ishte një ngjarje, një gjë e re që mjekësia nuk e kishte njohur deri në këtë moment. Kështu që padyshim Elvisi ka kapur atë pikë, po që nuk është diçka që më bën përshtypje. Në lidhje me argumentin, më takon, as më takon mua, sa më takon, më thash se këtu tek e fundi mjekësia nuk është pronë e dikujt. Çdo kush mund të jap mendime mbi, nëse ato mendime janë të vlefshme, atëherë bujrum. Nëse ato mendime janë të pavlefshme, argumentoj si të pavlefshme. Jo me komplekse inferioriteti, jo sepse i paaft, je thellësisht i paaft, kushdo që ti jesh, fillon dhe argumenton, po ti je kardiokirurg, ti je kardiolog, ç'pun ke ti që merresh me X gjë apo me Y që. Ky është niveli që na rrethon, doktor. Ky është fatkeqësia jonë më e madhe, po do ta kuptojmë shumë vonë. Do ta kuptojmë shumë vonë. Nuk vetëm kjo. Ka dhe nivel, unë mbaj mend atëherë kur kam folur për Covidin, edhe kisha krah profesor Erian Harxhin, që është një nga eminencat e smundjeve infektive në Shqipëri, edhe bëri përshtypje që sigurisht ai do merrej, se në atë kohë akoma nuk ishte filluar në Shqipëri. Ai do ishte personi që do merrej me trajtimin e këtyre të smurëve, edhe tha live në emision, tek emisioni Open, mos gaboj, me zonjën Vasili, ku tha që duhet ta dëgjojmë zërin e profesor Priftit për vetë atë që ai profeson dhe për ato argumente që ai jep, kështu që nuk është e vërtetë kjo gjë që të gjithë janë në të njëjtin mulli, rrafin në të njëjtin mulli dhe bëjnë masturbimin e tyre mendor me komplekset e inferioritetit që kanë. Problemi është profesor që juve keni diagnostifikuar qelizat aliene tek podcasti që bën posaçërisht neve për Covid-19, dhe unë me një metaforë që ty të pëlqeu shumë, e sa mbaj mend tash, po krijojnë zombit, ti e gjete proteina aliene. Kam përdorur Spike-u është një proteinë aliene, është një proteinë e cila nuk ndodhet as te trupi i njeriu, as te trupi i gjitarëve të tjerë, mamiferëve. As te kariu, as te kudadiun që. Është një proteinë e cila ndodhet vetëm te koronavirusi. Vakcinat çfarë bëjnë? Vakcinat fusin një material gjenetik në trupin ton. Ky material gjenetik bashkohet me qelizën e njeriu dhe detyron qelizën e njeriu të jetë një motor i prodhimit vazhdueshëm të qelizës të proteinës spike, që është një proteinë aliene, është një proteinë e huaj të njeriu. Juve gjetet proteinat aliene, Shpend Gashi ka 5 vjet jetën publike duke thënë na janë kriju zombi. Dhe faktikisht zombi ç'a është? Njerëz pa tru. Nuk kanë tru dhe e han trurin njerëzve. Ky është pakën versioni hollywoodian i gjës. Dhe ne jemi të rrethuar, doktor, nga të gjitha anët. Është apokaliptik, po. Është pothuajse po vjen fundi botës sepse nuk ka brir. Ja ku është. Pra, të del një njeri me vite shkollë sa ty të duhen 2 jetë për të jetu, që është student i përjetshëm, dhe del ti nga koltuku i shtëpisë, duke pirë në teke fernet ose në teke raki, me shumë mundësi pasi ke bullizuar dhe gruan dhe fëmijët në shtëpi, hapa të telefonin tënd që ke lirin tënde për të shprehur dhe demotivon çfarë do lloj njeriu që mendon për shoqërinë. Ky është zombi, se s'po na ha trurin njëri me të vërtet. Po arsimi ka shku për tat pjetën. Kështu që profesor, si e mendoj unë mendoj që neve kemi zgjedhur të jemi të lirë. Pastaj çfarë lirie, çfarë përqindje lirie është kjo, sa lirie vërtet është, ky është danë debat tjetër. Në momentin çdo njeri ka lirinë e vet, sigurisht pa fyer dhe ofenduar dhe pa anatemuar dikë, t'i japi mendimin e tij. Unë jam dakord me ty. Pavarësisht se mund janë shumica që të thonë broçkulla. Po është pjesë e lojës, pjesë e Sokrati thoshte që demokracia është sistemi më i keq i një shoqërie të pashkolluar. Edhe në vërtetë e varën. E varën. Në mes të Athinës. Se votuan 60% me 40% kundër Sokratit, filozofit tyre, e morën dhe e varën. Pra,
koncepti i lirisë në një shoqëri duhet të jetë i mirë menduar se ku aplikohet ajo. Gjithsesi ne kemi bërë këtë zgjedhje. Pra njerëzit janë të lirë të flasin, po sigurisht nuk është e këshillueshme dhe s'duhet që ata të fyren dhe të ofendojnë. Ajo gjë që është e pa tolerueshme është që edhe vetë liria e dënon këtë gjë, edhe rregullat e lirisë e dënojnë këtë gjë, është që të ngrihen media, që është një pushtet, dhe të bëhet pjesë e buzhinës së dikujt apo disave, sa do të fuqishëm të jenë ata. Sa do të fuqishëm të jenë ata. Nuk ka asnjë lloj justifikimi që të bëhesh pjesë e një gjelltoreje ku gatuhen gjëra të këqija kundër njerëzve. Po. Asnjëri, historia nuk do të ta falë. Mund ta falin njerëzit se janë të pashkolluar, po historia nuk do të ta falë. Dhe kjo që ndodhi dija kur kanë shkruar këto broçkulla, këto meditime ignorantësh, se kështu janë realisht. Imbecilësh. Janë imbecilë. Është një gjë e palejueshme për një shoqëri normale. Një shoqëri me nivele minimale edukative dhe demokracie dhe lirie, jo më të avancuar. Kështu që këto janë duhen dënuar. Duhen dënuar në një mënyrë ose në një tjetër. Dhe si dënohen këto? Këto dënohen në një mënyrë që opinioni publik ti shkallmoj, mos t'i lexoj më. Sa do para t'ju japi bukdhënësi i tyre apo donatori i tyre, kushdo qoftë ai. Bojkoti. Në qoftë se opinioni publik këta i bojkoton, këta mbeten si peshku pa ujë. Po. Kjo është zgjidhja. Po kjo do kishte vlerë, kjo do mund ta ideoje, mund ta mendoje në një shoqëri të avancuar të mendimit. Në një shoqëri si kjo jona, vështirësisht kam dyshimet e mia që mund të. Doktor Prifti thot Helidoni, kam një pyetje nëse mundem. Sëmundja embolie pulmonare a ka lidhje me vaksidat COVID-19? Më kanë dhënë medikamente Eliquis 5 mg 2 herë në ditë. Eliquis është një antikoagulant që ne e përdorim pikërisht për pacientë të cilët ose kanë formuar një trombe ose tromboemboli pulmonare për më tepër, por edhe trombe në regione të tjera të trupit ose kur kanë predispozit për të formuar ato, dhe tromboembolia pulmonare për të njëjtin fenomen sigurisht e tha dhe parafolsi. Pra trombet mund të krijohen kudo, mund të krijohen në arteriet pulmonare dhe bëjnë tromboemboli pulmonare. Mund të ndodhin në arteriet koronare dhe bëjnë infarkt. Mund të ndodhin në arteriet që furnizojnë trurin dhe bëjnë infarkt të trurit dhe shkaktojnë vdekjen. Ashtu sigurisht se, domethënë kur flitet për arrestet kardiake që janë shtuar tek të rinj, tre element janë, ose tromboemboli pulmonare, ose arrest kardiak si pasojë e infarktit, dhe treta është çarja e aortës, ku edhe çarja e aortës është vërtetuar që ka një lidhje direkte me implantimin e proteinës spike në muret e aortës, duke krijuar një proces inflamator dhe pastaj nekrozën e medias, e njërës për shtresave të aortës dhe më pas çarjen e saj. Dhe këtu përfitoj nga rasti të them që të ngrej një pyetje publike, se kam dëgjuar kolegë të cilët flasin këto ditë me rastin e kur ndodhi ajo fatkeqësia e atij djalit shpat kasapit. Po, është shumë keq më ka ardhur për atë djalin. Ka ardhur shumë keq. Patjetër, është shumë sigurt se për atë djalin tjetër, Gert Bogdani, po. Dhe sa herë ndodhin këto fatkeqësi, sigurisht vdesin shumë tjerë të panjohur, me emra të panjohur, po për ata nuk kujtohet njëri përveç familjes tyre mbase. Dhe media kujtohet kur ndodhin këto fatkeqësi tek njerëz të njohur, njerëz publik, dhe është normale që të ndodhi kështu. Por kur pyeten njerëzit, mjekët, fatkeqësi e madhe, se si ka mundësi që të arrinë një arsyetim surreal, komplet jo profesional, edhe të fillojnë të mos kuptojnë. Ore, në qoftë se tani në vitin 2025 neve e pranojnë të gjithë e pranojnë, edhe më i pafti prej nesh, e pranojnë që kemi një rritje, çdo literaturë, çdo gjë e pranojnë, që ka një rritje të vdekshmërisë në moshat e reja, nga arresti kardiak. Po mirë, ngrihet një pyetje,
Po çka ka ndodhur në 2025 kundrejt 2019-s? Çka ka ndryshuar në botë? Çfarë ka ndryshuar që t'japi këtë fenomen? Ka shritur stresi? Nuk besoj. Është ndodhur më shumë ajri? Nuk besoj. Është përkeqësuar ushqimi? Nuk shikoj ndonjë ndryshim. E vetmja gjë që ka ndryshuar është që u aplikuan 18 miliard doza të këtyre vaksinave. Atëherë hajde t'i studiojmë. Nuk po them që ta marrim absolute, por ama kemi argumentin për ta ngritur si hipotezë. Shiko si funksionon mjekësia. Në momentin kur neve themi që duhani, duhani është një nga faktorët të cilët mund japin sëmundje të zëmrës. A është kështu? Po. Po si u arrit në këtë konkluzion? U pa që në 100 veta që pinin duhan, 70 prej tyre nuk janë këto shifrat. Po. Kapim raportin. 70 prej tyre kishin sëmundje të arterëve koronare. Ndërkohë që në 100 të smur të tjerë që nuk pinin duhan, vetëm 20 prej tyre kishin sëmundje të arterëve koronare. Pra, 70 me 20 ishte diferencë e madhe. Dhe shkencëtarët thanë, ndaluni, neve këtu kemi një problem. Duhani na shkakton të sëmundje. Po si na e shkakton? Ata ju ulën dhe filluan të analizonin mekanizmat se si duhani mund të shkaktonte sëmundje të arterëve koronare. Po jam një shembull tjetër. Mbas dhe kjo ka ndodhur 20-25 vite më parë, nuk është një gjë e vjetër. Po. Studiuesët, epidemiologët, që tani do më thonë që po bën dhe punën epidemiologët. Po. Të flasin çfarë duan. Epidemiologët vërtetuan që Franca, edhe pse vend shumë i zhvilluar, kishte me fish më pak infarkte të miokardit se Gjermania. Cila ishte arsyeja? Morën aspektin gjenetik, ushqimor etj. Nuk dilshin dhe atëherë u prodhua, po ç'kishin francezët ndryshe nga gjermanët. Francezët konsumonin nga një gotë verë të kuqe në vaft. Pra, studiuesit epidemiolog ndërtuan një hipotezë e cila quhet French paradox, ose paradoksi francez. Po. Paradoksi francez. Dhe vërtetuan që konsumimi i vetëm një gote verë të kuqe në vakt pa ndalonte në një përqindje të caktuar evolucionin e infarktit akut miokardit. Tani kjo nuk do të thotë që njerëzit duhet pinë verë. Duhet pinë verë 3 litra verë në ditë. 3 litra verë në ditë, pastaj bën cirrozë të hepatike. Por një gotë verë e kuqe me një dozë, domethënë në vakt, ose me njëri nga vaktet, sipas këtyre studiuesve dhe sipas vërtetimeve të mekanizmave që u bën, bënte mirë për shëndetin e arterëve koronare. Ja pra kështu funksionon. Në një moment kur neve kemi një Evropë perëndimore, brenda komunitetit evropian po flasim, të dhënat janë që në Evropën perëndimore, në vende si Anglia, Franca, Gjermania, Italia, Spanja etj. Për çdo vit, nga viti 2022, 2023, 2024 dhe ky vit 2025, këto vende përjetojnë ato që quhet vdekje shtesë, që shkojnë nga 15 deri në 15%. Pra që do të thotë, e shprehu me pak fjalë. E njëjta gjë ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kanada, në Australi, në Zeland 3. Po. Në Korenë e Jugut dhe në Japoni. Kjo do të thotë që në qoftë se deri në vitin 2019 në këto vende vdisnin, të themi, në vit mesatarisht plus minus 100.000 banor, në vitet 2022, 2023, 2024, 2025 vdesin nga 105 në 115.000. Pra 5 deri në 15.000 janë vdekjet shtesë, 5 deri në 15%. Po mirë, pyetja që ngrihet, si ka mundësi që në vendet e Evropës lindore, pra Rumani, Bullgari, edhe këto vende të Komunitetit Evropian, por vendet të cilat nuk bën masivisht vaksinat e Pfizerit dhe Modernës, pra vaksinat me mRNA, bën vaksinat të tjera. Si ka mundësi? Qoftë edhe Shqipëria në vitet 2022, 2023, 2024, 2025, sipas dhënave të Instatit, vdekshmëria është pothuajse e barabartë me lëvizje shumë vogla në krahasim me 2018 për 1 milion banor. Pra,
Si ka mundësi që në vendet e Evropës perëndimore neve kemi 4 vjet që kemi këtë vdekshmëri shtesë, jo normale, ndërkohë që në vendet e Evropës lindore, që mbas vitit 2022 neve kemi të njëjtën vdekshmëri që kishin deri në vitin 2018. Atëherë kush e shpjegon këtë gjë? Çfarë ndryshimi ka popullata në Evropën perëndimore, Shtetet e Bashkuara, Kanada etj kundrejt lindjes? I vetmi ndryshim është që këto janë popullata super të vakcinuara me këtë vaksinë. Po kjo është një dhënë empirike. Tani që këtu ngrihet një pikë pyetje, kështu funksionon në shtet, në shkencë. Po. Që këtu ngrihet një pikë pyetje, analizohet kjo pikë pyetje dhe ju lihet në dorë, pra nga ata që studiojnë shifrat, statisticianët, epidemiologët etj, që e kanë për detyrë, kalohet në grupet e tjera të filloj argumentimi se si ka ndodhur, pse ka ndodhur, cilët janë mekanizmat e të tjera me radhë. Ky është një proces mos e normal që duhet ndodhi. Nuk ndodh, nuk është sot është iniciuar për herë të parë. Duhet kishte filluar që në 2022. Më kupton apo? Ta kuptoj shumë mirë doktor, po. Unë më them më mirë vonë se sa kurrë. Se kështu si vati ka punë. Shikoj, po le këtë mi, të cilët dalin nëpër televizionin publike dhe me dëshirën e mirë për të lavdëruar institucionet tona, politikën etj. S'ka asgjë të keqe, edhe kjo është legjitime, ashtu e mendojmë, është mendimi i tyre. Por minimalisht duhet jenë serioz në opinionit publik që i dëgjon, sepse jemi të gjithë qesharak. Jemi qesharak. Çfarë ka ndryshuar? Gjithë e pranojnë që kemi më shumë arreste kardiake tek të rinj tani. Është studim izraelit bile, i bërë një vit përpara, i cili tregonte që në meshkuj nga mosha 35 deri në 45 vjeç ishte me fish vdekshmëria mbas vaksinimit. E keni në faqen time në Facebook të publikuar. Ka një ndryshim. Çfarë ka ndryshuar? S'ka ndryshuar asgjë përveç këtyre vaksinave. Atëherë një pyetje, një hipotezë, atë lejohet ta ngresh? Patjetër që lejohet ta ngresh. Patjetër, sepse duke ngritur një hipotezë të tillë, i jep një mesazh atij 40 vjeçarit që është atje dhe që mendon që është akoma i fortë dhe s'ka asnjë problemi që shko e bëj një kontroll, shikoj një herë, shikoj sa është didimeri për të parë këto koagulat në gjak, shikoj sa është fibrinogjeni në gjak, bëj një vizitë te kardiologu e kështu me radhë. Në base një procesi i tillë mund të zgjasë mund të parandaloj një gjë që do i shkaktonte vdekjen. Miq të dashur, jemi me doktorin më të mirë të kardiokirurgjisë në Shqipëri, po që na ngre kokën edhe jashtë, po ju jep leksione falas, po ju përgjigjet pyetjeve falas, minimalisht shpërndajeni që t'ia uçoni njerëzve të cilët i keni në rrethin tuaj shoqëror apo fisnor dhe të cilët kanë probleme kardiovaskulare. Dërgojeni sepse ato pyetje që bëri Helidoni, Iglendi, XY janë gjëra që na ndodhin gjithëve nëpër farefiset tona, nëpër njerëzit tanë të gjitha me radhë. Kështu që mos e merrni si diçka kot që po bëjmë show, vetëm me profesorët vim prifi nuk bëhet show, sepse shumë selektiv tek vendet ku del. Nuk ka se e keni parë nëpër media, nëpër gjëra, nuk e ka qef famën, nuk e ka qef politikën, nuk e ka qef paranë e showbizit. Zoti e ka bekuar me krah dhe me mendje shumë të bukur edhe të zgjuar që mund ta krijojë jetën e vet financiare si ti do qefi, sepse ka super profesion. Domethënë rankojti dyti në botë pas neurokirurgjisë. Ata që merren me trurin janë ata të zemrës, po që për mua truri dhe zemra janë i njëjti organ të ndarë në dy organe të ndryshme, sepse askush nuk mund të ekzistojë pa eficiencën kronike të njërës prej këtyre organeve. Ka ardhur një pyetje Triple G's. Përshëndetje të nderuar, është djalë nga Anglia. Doja të pyesja doktorin lidhur me virusin e ri që po përhapet në Angli, H3N2. Nuk kam informacion për këtë virus. Është një virus respirator edhe ky, por domethënë nuk më ka kuriozuar, nuk kam një informacion sakt dhe nuk di ç'përgjigje
që përgjigje t'i jap, që të mos jap përgjigje të pasakta, për cilat nuk shquhen dhe që unë interferoj ose ndërhyj aty ku kam një informacion të plot dhe ku kam bindjen time profesionale që mund të kontribuoj me diçka më shumë. Ndërkohë që në lidhje me këtë pyetje nuk di të them. Është më e saktë kjo që ke thënë, doktor, është super e saktë. Na ka dërguar Emilio DR, ka dërguar edhe 50 euro për podcastin. Mirëmbrëma, thot, përdorni siç u dini këto të holla. Një pyetje për doktorin, kam 2 djem, një 4 vjeç dhe një 2 vjeç. Ka ndonjë ide ose mënyrë se si ti pastrojnë nga vaksina që i bëjnë fëmijëve? Ju falenderoj gjithmonë nëse keni një ide, thot. Ju a thash që shikon tani se çfarë ndodh në momentin kur ti e përdor termin vaksin pa kriter, me qëllimin që ti bindësh njerëzit që të përdorin këtë terapi gjenetike si vaksin. Shiko çfarë ndodh, krijohet mosbesimi tek vaksinat normale tek njerëzit. Pra, kjo gjë që kanë bërë ka çuar hulli tek ai populli anti-vax që konsiderohet. Më kuptoni? Po. Tani unë sigurisht kanë filluar studimet në Amerikë dhe me këtë gjë për shembull, vetëm dje sekretari i shëndetësisë Robert Kennedy Junior, po. Vendosi që të bëj të heqë përdorimin e aluminit nga vaksinat, tek fëmijët, me idenë se alumini mund të shkaktojë autizëm etj. Po. Tani unë i marr në konsiderat këto gjëra, por unë personalisht nuk jam anti-vaksin. Unë mendoj që të gjitha vaksinat, të cilat janë përdorur në mënyrë historike, të testuara që nga periudha e Louis Pasteur, janë pozitive për njeriu. Pse? Sepse vaksina e vërteta, di çfarë ka? Vaksina ka ose brenda, ose viruse, ose mikroorganizma të dobësuar, ose të ngordhur, ose kanë një pjesë të proteinës tyre sipërfaqësore. Pra, ato nuk ndikojnë absolutisht në gjenetikën e njeriu. Pra, është i soj, për shembull, në Amerikë është një vaksinë e cila bile ka treguar efikasitet në testime më shumë se Pfizer. Po. Si quhet ky vaksinë? Novavax. Novavaxi, po, merr proteinën spike, e prodhon në mënyrë artificiale industria dhe i injekton tek njeriu dhe gjaku i njeriu duke rënë në kontakt me këtë proteinë, e cila ka një kod caktuar që do qarkullojë në organizëm, krijon imunitetin. Të njëjtën gjë bën kubanët. Kubanët bën 2 vaksina të tyre që quhet Soberania 1, Soberania 2. Po me të njëjtin model. Unë jam pro këtyre. Absolutisht. Ato, nëse kanë rezultat, të përdoren tek njeriu. Edhe mund të jenë shumë më efikase. Të paktën ato nuk do jenë të dëmshme nga pikpamja gjenetike. Dhe e kuptoni çfarë ka ndodhur? Përdorën termin vaksin për një diçka që nuk ishte vaksin dhe sot njerëzit i frym janë terrorizuar nga terminologjia. Do kushi i frym tamtameve të antivaksit, sikur se zotria në fjalë i cili është i shqetësuar për fëmijët e tij të vaksinuar në 2 dhe 4 vjeç. Jo zotri, mos u shqetëso fare. Ata të vaksinohen sipas schedule-it, sipas programit që i bëjnë në konsultore dhe të vazhdoj jetën e vet. Ato vaksina janë të domosdoshme për rritjen efikase të fëmijëve deri në momentin kur në një studim, si puna e këtyre që janë po procedohen në Amerikë, të na tregojnë të kundërtën. Okej? Emilio, e dëgjove nga doktori i dashur, fakti që është përdorur vaksina për COVID-19 dhe vaksinat që ne kemi bërë që të vegjël në klasë parë, në klasë 3, klasë 5, kundër tuberkulozit, kundër lis, kundër gjitha me radhë, mos u shqetësoni dashur miq, sepse vaksinat cilat kanë kaq vite që përdoren njëra pas tjetrës nuk janë të dëmshme. Mos merrni këto që quhen vaksina të Covidit, Pfizerit, gjitha me radhë, jo se janë të dëmshme, por sepse nuk kemi prova. Duhet të ketë 7 apo 8 vjet kushte laboratorike apo jo doktor që të provojnë gjithë se si operon virusi
po në dijenin time, që të certifikohet si vaksinë që të përdoret tek njerëzit. Pra, çfarë dalin vaksina anti-Covid, anti-gripi të reja, mos i provoni. Për fëmijët tuaj të dashur, kundër tuberkulozit, kundër lis, kundër tërbimit, edhe kundër gjithë gjërave që kanë 200 vjet që përdoren tek popullsia njerëzore, mos u friksoni, sepse stresi që ju shkakton, shpikni edhe sajoni në një smundje tjetër brenda organizmit. Kështu që mbajini mendjen e qetë, të pastër, dhe mos provoni gjëra të cilat nuk janë certifikuara shkencërisht. Kaq, është shumë e thjeshtë. Diku duhet besojmë. Se po nuk besuam as te shkenca, pastaj, hajde, ja thash doktorit, marrim valixhet me Dalai Lamën, bëhemi i tharet e tij. Ka një pyetje Klajdinjo. Përshëndetje doktor, të lutem, çfarë mendimi keni për këto ilaçet Ivermectin dhe Fembendazole? Nuk e di, e kam lexuar gabim. Ipari është një antiparazitar i cili është përdorur edhe në disa raste, domethënë edhe me një sukses të moderuar, duhet të them, nga disa studime, kryesisht në vende të varfra, në rastin e Covidit, dhe i dyti është Fembendazole, i cili është një antimikotik, i cili sot në disa studime sporadike po tregon që së bashku edhe me Ivermectinin që të kenë rezultate ndaj tumoreve, por janë studime akoma janë raportime, nuk dua të shprehem të dyshimta, do isha shumë entuziast për të qenë vërteta. Nuk është akoma i qartë mekanizmi se si ato veprojnë, ose si do vepronin, veçanërisht në rastin e tumoreve, por mendoj që ata që i kanë raportuar ose grupet e studimit duhet vazhdojnë të këmbgulin në idenë e tyre, nëse do ishte efikase, do ishte një ndryshim shumë i madh në konceptimin e trajtimit të smurëve tumorale në gjithë botën. Nuk di të them më shumë, sepse edhe nuk kam informacion më shumë për këtë aspekt. Doktor, po e mbyllim kohën bashk, sepse më duhet vazhdoj me temën e dytë, me një koment nga JB Shqip Maga, me shumë mundësi është konservator trumpist. Doktor Prifti, do të mbahesh mend si doktori që na shpëtove nga ato gjilpërat, sigurisht edhe me avokatin Goxhaj, ka që desh të hyja studimeve dhe ta shmangja, respekte për ju të dy. Doktor, ka njerëz që të dashurojnë pafund edhe pa të njohur, vetëm për faktin se ti ke qenë njeriu që i ke dalë kundër me shkencë, një gjëje që rezultoi që po del vdekje prurse, pra po sjell vdekjen, po e përshpejton vdekjen edhe tek të rinjt. Edhe vetëm për këtë rast ja ka vlerëtur Bare Qeram për gjithçka që doktor, unë të falenderoj shumë, të pres sa herë të doni, sepse ju jeni vlera më e shtuar që i vjen këtij podcasti. Ndryshe nga gjithë podcastet e tjerë më lër ta lëmë modestin më njan, ndryshe nga tërë podcastet e tjerë që marrin lloj Mr. Nobodysh, që nuk kanë bërë asnjë lloj gjëje qytetarin jetën e tyre, pra për masën. Më vjen shumë mirë që ke zgjedhur tru podcastin si një dritare për të shprehur publikisht, dhe kjo tregon një vlerësim të madh për mua. Të dua fort, të vlerësoj shumë, Zoti të dhënë dritë në familje, në shëndet, të vajzat, të zonjat, të prindrit e mrekullueshëm. Mbase edhe sepse ti je më antikonformisti që unë jo. Të falenderoj shumë, doktor, të përqafoj fort dhe të pres sa herë të duam, sa herë të duash që të flasim e të ndriçojmë pak njerëzit, sepse e shoh që njerëzit kanë dëshirë të bëjnë pyetje, siç ta bëjnë pyetje të rënda sot, pyetje me transplant zemre, e gjitha me radhë. Unë e di shumë mirë që doktori është shumë i zëm, por e gjen kohën, sepse një doktor që ka bërë betimin e Hipokratit, e ka betime veten e vet që t'i vinë në ndihmë çdo lloj njeriu që e kërkon atë. Por mos harroni, këtë po ja them unë që unë nuk është se kam qef mjekësinë, se po doja do isha futur, po ja kam lënë në rrugë një njeriu që e dashuron mjekësinë, por mos ja zënë kot për të quajtur doktori. Në qoftë se juve nuk doni shëroheni, nuk ka as Edvin, as Shpend, as Zoti që t'ju shëroj. Pra, e keni ju në dorë shëndetin tuaj, doktori bën vetëm punën të riparon disa qelizat cilat i ka i në dorë. Doktor, të falenderoj,
i dashur. Natën e mirë, të përqafoj dhe miru takofshim. Mirupafshim. Ciao. Miq, mos e mbyllni, sepse tani për pak do jemi këtu, do i vendosi vetëm 5 minuta reklama, mos mikni, mos më mërzisni. Falenderoj të gjithë Mirzafer Xhepmedën, vllajin ton, shpirtin ton, familjarin ton që gjithmonë donon 50 pound të taksura për të njëjtën e Tru Podcastit. Falenderojmë Gën Nonën me 20 euro dhe veda, me 20 pound dhe vet. Falenderoj Emilion që ka dërguar 50 euro. Falenderoj Helidon Gilaj që ka dërguar 10 euro. Falenderoj Eagle Landin i cili hapi me neve një dhimbje të madhe familjare, se s'dia ç'a emri të vendos për vajzën e vet. Në qoftë se vajza po na dëgjon tani, dije që Xhaxhi Shpendit të do fort edhe ti ke për dal më fort nga ai operacioni, ka për të bërë transplanti dhe ti do jesh më e fort, më e bukur dhe më e qeshur dhe nuk do kesh më as edhe një lloj problemi. Falenderoj edhe Elvis Saushaj, i cili për herë na respekton me disa të holla për na paguar kafet këtu. Ju dua fort.